por të lartohet lutja e popullit të Krishtit, që gjithmonë të ndodhë dhe të nderohet. Sot, ty t'i beson shpresat e të hidhërimit, dëshirat dhe nevojat, lotët e shumë të derdhur dhe jetën për një të ardhme më të mirë. Theje o nën vështrimin tënë mbi këtë popull, pranoja jetën bujare, shoqëroje në rrugtimin dhe një të ardhme në drejtësi, solidaritet dhe paqe. Ti o nën që e një rrugën e jetës dhe e di mirë që dëshiron zemra njeriut, nuk jep atij ideologji të gabuara dhe kalimtare, por personin e birit tënd, Jezus, rruga, e vërteta dhe jeta, për të cilit prezantohet misteri i Zotit dhe i njeriut. O nëna e Këshillit të mirë, hapi mendjet dhe zemrat, siguroja martirësimin, dhuratën e harmonisë dhe paqes. Për njetet e Atit shenjtë, në nder të rinjsh dhe për nevojat e kishës. Aty që një në qiell,